Pamje apokaliptike nga Franca, tornadoja shkatërimtare lë pas 41 plagosur dhe dëme të mëdha. Një tornado e fuqishme goditi disa zona të departamentit Aude në Francën jugperëndimore të ënën, duke shkaktuar dëme të mëdha veçanërisht në fshatin Poma. Një total prej 41 personash u plagosën gjatë kalimit tornados, ndërsa qindra shtëpi u dëmtuan. Mediat e huaja bëjnë me dije se më i goditur ishte Pomajs, një fshat me rreth 1000 banor, i vendosur midis Carsasone dhe Limousin. Sipas vlerësimeve fillestare, rreth 300 shtëpi u dëmtuan, ndërsa në disa raste erat e forta shkullën çati të tëra. Më shumë se 120 zjarfikës janë në vendngjarje, njoftoi prefektura, duke shtuar se priten përforcime nga prefekturat fqinje dhe se operacionet ishin duke u zhvilluar për të siguruar ndërtesat e dëmtuara. Midis plagosurve ishte një grua shtatzane e cila u lëndua kur një pjesë e shtëpisë së saj u shem mbi të. Video që po qarkulloi në rrjetet sociale treguan një vërbull të fuqishme që kaloi nëpër disa komunitete në zonë. Shërbimi francez i motit Meteo France tha se erëra deri 117 kilometra në orë u regjistrua në fshatin e afërt Arcueil-en-Val. Autoritetet franceze kishin dhënë zona të mëdha të jugperëndimit të vendit në alarm portokalli për stuhi, ndërsa shumë zona përjetuan ndërprerje të energjisë elektrike dhe probleme serioze me udhëtimin. Probleme gjithashtu në trena, rrugë dhe aeroporte. Stuhit që goditën Francën jugore kanë shkaktuar ndërprerje të mëdha në rrjetin e transportit. Trenat u vonua, rrugët u mbyllën dhe vonesa dhe anullime fluturimesh u raportuan në aeroportet e ndryshme të zonës, madje edhe në Paris, sipas ministrit të transportit Philippe Tabaro. Në Aude, organizatorët anulluan fazën e 3 të turit ciklistik që po zhvilloi në rajon, pasi breshëri i madh i detyroi ciklistët të kërkonin strehim. Që nga ora 19:30, rreth 2800 familje në 10 komuna në Aude mbetën pa energji elektrike. Mesatarisht, Franca regjistron disa 10 tornado çdo vit. Sipas Meteo France, ende nuk është e qartë se deri në çfarë mase ngrohja globale po ndikon në frekuencën ose intensitetin e fenomeneve të tilla.